Qeveria konfirmoi se kompania e vetme në garë për projektin e portit të ri të Porto Romanos në Durrës është tërhequr nga gara. Pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi bëri me dije se arsyeja e daljes nga gara ishin kostot e larta për ndërtimin e portit. Po, në fakt kemi një tërheqje të ofertuesit të vetëm që kishte mbetur në këtë garë, me një arsye krejtësisht ekonomike, duke qenë se për shkak të rritjeve të kostove dhe efekteve të krizës ka një rritje të kostove totale të ndërtimit në përgjithësi, dhe patjetër kjo kontraktori ose ofertuesi ka bërë një tërheqje duke justifikuar me qëllimet ekonomike. Pretendimet për influencë ruse të kompanisë garuese u hodhën poshtë nga ministri. Kjo është një aludim, unë di që gjatë gjithë procesit të prokurimit të kësaj gare, Autoriteti Portual i Durrësit është konsultuar dhe ka patur një kontratë të posaçme me kompaninë më të madhe, do thoja, në botë për sa i përket çështjeve portuale, Royal Haskonen të Hollandës, dhe patjetër do ketë qenë pjesë gjithë dokumentat ligjore kanë qenë pjesë e vlerësimit të tyre. Gjithashtu, Karakaçi bëri me dije se vendi ynë ka përfituar dhe një grant për ndërtimin e hekurudhës Tiranë-Durrës, aeroporti i Vlorës. Një hua me Bankën Europiane të Rindërtimit dhe Zhvillimit në vlerën rreth 11.7 milion euro, nga e cila edhe këtu, me anë të kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor, ne kemi përfituar rreth 12.5 milion euro grant, dhe themi gjithë trenat e kësaj hekurudhe do jenë të elektrifikuar. Pra kemi elektrifikimin e hekurudhës Tiranë-Durrës. Sipas ministrit, këto marrëveshje i japin fund dhe procesit të elektrifikimit të hekurudhës.